Plot 41 gola ka prodhuar java 20 e kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë. 20 prej tyre janë shënuar në grupin A dhe 21 të tjerë në grupin B. Në grupin A ku luajnë skuadrat e Qarkut të Shkodrës, fitoren më të thellë regjistroi Iliria ndaj Murlanit me rezultatin 8-2. Një Iliri që po shkon e sigurt drejt kategorisë së parë dhe Murlani që duke qenë i fundit në renditje ka firmosur zbritje nga kategoria 2. Një tjetër fitore të thellë ka arritur edhe Tërbuni i Pukës ndaj Gramshit 5-0 në ndeshjen e luajtur në Ismail Xhamali të Pukës. Për Pukjanet e drejtuar nga Sinan Bardhi, 2 nga 5 golat mbajnë vulën e sulmuesit shkodran Jurgen Gjini. 3 golat të tjerë kanë për autor Arsit Temja, Gjergj Nika dhe Marin Dizere. Me këtë fitore skuadra Pukjane ka siguruar përfundimisht vendin e 4 në renditje dhe pjesëmarrje në fazën play-off, duke qenë në konkurim për një vend në kategorinë e parë. Fitore të rëndësishme këtë javë mori edhe Basania e drejtuar nga Erion Mani, që mundi 1-0 Naftetarin. Fatin e kësaj ndeshje vendosi një penallti e akorduar në minutën e 20 dhe e shndërruar në gol nga Taulant Nikshiçi. Një fitore kjo që falet dhe humbjes së Gramshit në Puk siguron qëndrimin e Basanias në kategorinë e dytë. Me humbje mbylli këtë javë edhe Veleçiku, i cili u mund nga luzi me rezultatin 0-2. Humbje kjo që i kushton vendin e 5 Koplikasve që për momentin e shohin veten jashtë zonës së play-offit.